Shqiptarët kudo që janë festojnë ditën e pavarësisë, marsh feste për ditën e flamurit mbahet edhe në Shkup. Të deleguarit e qeverisë në Vrapqish dhe Gostivan nuk i priti askush prej të punësuarve të administratës së mëparshme. Publikohen të dhëna shqetësuese rritet për 27.7% numri i divorceve, ulet numri i martesave. Komisioni Regulatori Energjetikës njoftoi se nga 1 dhjetori çmimi i ngrohjes do të rritet për 5.9%. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Shqiptarët kudo që janë festojnë sot 28 nëntorin ditën e pavarësisë. Ceremonia qendrore është mbajtur në Vlorë, aty ku nisi gjithçka. Në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë është mbajtur parada e madhe me flamuj, kuqezi, valle, këngë dhe folklor nga të gjitha trevat shqiptare. Festime të shumta kishte edhe në të gjitha qytetet e Kosovës dhe jo vetëm. Shqiptarët kudo ku jetojnë festojnë sot 28 nëntorin, shpalljen e pavarësisë së shtetit shqiptar. Moment historik kur Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë. Kjo ditë njihet gjithashtu si dita e flamurit, simboli krenarisë kombëtare, lirisë dhe identitetit shqiptar. Në qytetet kryesore, sidomos në Vlorë, ku filloi gjithçka, janë organizuar ceremoni zyrtare, ngritje flamuri, aktivitete kulturore, koncerte dhe ekspozita historike. Në ceremoninë shtetërore të organizuar në Vlorë të pranishëm ishin presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, si dhe kryeministri Edi Rama. Vlora është veshur kuqezi me një atmosferë festive. Qytetarët nga të gjitha trevat shqiptare janë bërë bashkë në Vlorë në këtë 28 nëntor. Grupe popullore janë gjithashtu në shesh, me tupana duke dhuruar shfaqje për qytetarët. Në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë është mbajtur parada e madhe me flamuj kuqezi, valle, këngë dhe folklor nga të gjitha trevat shqiptare. Festime të shumta kishte edhe në të gjitha qytetet e Kosovës. 28 nëntori është datë me rëndësi të dyfisht për shqiptarët e Kosovës, edhe për shkak të daljes së parë publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në vitin 1997, si dhe ditëlindjes së komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jashari, i cili lindi më 28 nëntor të vitit 1955. Më 28 nëntor 1912, kuvendi kombëtar i Vlorës, i kryesuar nga Ismail Qemali, shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Ky akt ishte kurorëzimi i përpjekjeve dhe i luftrave shekullore të shqiptarëve për mbrojtjen e terrësisë toksore dhe ngritjen e një shteti të pavarur shqiptar. Në shpalljen e pavarësisë morën pjesë 83 delegat nga të gjitha trevat shqiptare, por 40 ishin firmëtarët që nënshkruan aktin e pavarësisë. 28 nëntori i vitit 1912 u quajt si nëntori i dytë, pasi më 28 nëntor 1443 heroi kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu çliroi kryen nga pushtimi Osman dhe ngriti flamurin mbi kalan e saj. Dita e flamurit u shënua edhe në Shkup me disa aktivitete, një marsh festiv u mbajt në mesditë, një kolonë gjatë me vetura, motocikleta kuaj marshoi nga komuna e Çajirit e deri në sheshin Skënderbeu, ku u mbajt festimi qendror me këngë valle tradicionale shqiptare. Të veshur me veshje kombëtare, veshje kuqezi me flamuj në duare në vetura, Çajiri u mbulua nga ngjyrat e flamurit kuqezi. Rruga kryesore e kësaj komune ishte e bllokuar dhe marshi u sigurua nga forca të shumta policore. Po ashtu, përgjatë gjithë rrugave të Çajirit ishin vendosur flamuj të cilët valonin në këtë ditë me histori aq të rëndësishme për shqiptarët. Nxënësit me veshje tradicionale kanë festuar në shkollën fillore Ismail Qemali në Shkup. Në këtë ceremoni, kryetari i komunës së Çajirit Izet Mexhiti deklaroi se kjo ceremoni merr një rëndësi të veçantë sepse zhvillohet në një shkollë që mban emrin e udhëheqësit të pavarësisë Ismail Qemali.
Në atmosferë festash dhe krenarie, shkolla fillore Ismail Qemali në Shkup, sot me ngjyrat dhe emocionet e 28 nëntorit, nxënësit me veshje tradicionale dhe buzëqeshje të sinqerta, sollën një program artistik të gjallë me valle, këngë dhe recitime, që pasqyronin dashurinë për kulturën shqiptare. Në këtë ceremoni ju bashkua dhe kryetari i komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, i cili theksoi se janë mbledhur në një ditë të shënuar për kombin 28 nëntori, ditën kur u shpall pavarësia e Shqipërisë dhe kur flamuri ynë u ngrit si simbol i dinjitetit, sakrificës dhe vullnetit të pathyeshëm për lirinë. Kjo ceremoni merr një rëndësi të veçantë sepse zhvillohet në një shkollë që mban emrin e udhëheqësit të pavarësisë Ismail Qemali. Emri i tij është i lidhur me ditën e sotme, po aq sa flamuri që valvitet me krenari, sepse ishte ai që i dha kombit drejtim, vizion dhe qartësi në momentet më vendimtare të historisë tonë. Në korridoret e kësaj shkolle, çdo nxënës ecën në frymën e një personaliteti që la gjurmë të pashlyeshme në identitetin tonë kombëtar. Mexhiti gjithashtu u shpreh se kjo ditë na kujton se kjo liri që kemi sot është frymë e sakrificës së shumë brezave dhe se detyra jonë është ta ruajmë, ta mbrojmë dhe ta çojmë më tej veprën me përkushtim. Ndërkaq, drejtoresha e shkollës Teuta Imeri ka dhënë një deklaratë ku uroi festën dhe tregoi aktivitetet të cilat janë angazhuar nxënësit e asaj shkolle. Ismail Qemali sot feston patronatin, 10 vjetorin e ndrimit të emrit nga Rajko Xhinxifov e kemi Ismail Qemali. Të gjithë nxënësit me aktivitete, programin e kanë klasat e larta edhe klasat e pesta, të cilat çdo vjet përgatisin për patronatin e shkollës. Kemi aktivitete, mbajtëm edhe orë letrare me nxënësit e klasëve të larta. Klasat e ulta, cikli ullet nga e para deri në të katërtën kishin aktivitete shumë të bukura të cilat janë të prezantuara rreth korridoreve. Shfaqja e nxënësve u mbyll me duar trokitjet e të pranishmëve, duke i dhënë festës së 28 nëntorit një atmosferë të veçantë krenarie. Të dërguarit e qeverisë në Gostivar dhe Vrapçisht janë pritur ftohtë nga të punësuarit në këto komuna që nuk arritën censusin në zgjedhjet e fundit lokale. Bujamin Kadriu, i deleguar i qeverisë në Vrapçisht, deklaroi se në këtë detyrë nuk janë këtu për hakmarrje, por në shërbim të qytetarëve, ndërsa konfirmoi kandidaturën në zgjedhje. Edhe Fadil Xhelili, deleguar i qeverisë në komunën e Gostivarit, ka konfirmuar se do të jetë kandidat i Vlenit për zgjedhjet lokale të 11 janarit nga koalicioni Vlen. Nuk e pritja asnjë nga administratorët dhe të punësuarit, por i deleguari i qeverisë në komunën e Vrapçishtit, Bujamin Kadriu, krahti në ditën e parë si kryetar komune, erdhi me shumë miq dhe me shumë gjas, edhe bashkëpunëtor. Krahti, ditën e parë të punës, ishte edhe Mehmet Seferi, ish kandidat i Vlenit për këtë komunë. E Kadriu në deklaratën e tij tha se administratorët nuk e pritën për shkak të presioneve që u janë bërë, nga siç thot, ish kryetari i komunës Ihsan Shabani, por siguron se sa është në detyrë, nuk do të hakmerret ndaj askujt. Unë kam bërë një thirrje në rrjetet sociale se ne nuk jemi këtu për hakmarrje dhe andaj citoj fjalë për fjalë të njëjtat, ne nuk jemi këtu për hakmarrje. Ne jemi këtu në shërbim qytetarëve. Kjo është një proces krejt normal dhe askush nuk duhet të frigohet dhe as nuk duhet të jetë nën panikun e frikës së hakmarrjes. Ne jemi këtu për bashkëpunim. Ne jemi qytetarët e këtij vendi dhe i shërbim kësaj komune. Shpresoj që të gjithë kjo administrat t'i kthehet, punët administrative t'i kthehen normalitetit dhe këto punëtorë të kësaj administrate t'jemi bashkëpunim të vazhdueshëm. Tha se është i gatshëm të pranojë edhe sfidën për kandidat zyrtar nga Vlen në zgjedhjet lokale të 11 janarit. Me situatë të njëjtë u përball edhe Fadil Xhelili, i deleguar i qeverisë në komunën e Gostivarit. Ndërkohë, në një prononcim për televizionin Shenja, Xhelili ka konfirmuar se do të jetë kandidat i koalicionit Vlen për zgjedhjet lokale të 11 janarit. Unë këtë sfidë e kam pranuar që të jem edhe kandidat edhe atë serios në 11 janar, për shkak se Fadil Xhelilin e njeh jo vetëm Gostivari, e njeh e gjithë Maqedonia, nga Kumanova, Shkupi e Tetova, Gostivari, Dibra, Struga, por edhe Prishtina e Tirana. Kështu që këtë sfidë e kam pranuar që më 11 janar të vi kryetar i Gostivarit, kuptohet
kjo do të jetë marrëveshje e partnerëve të vlenit, për shkak se gjithmonë gjithçka bëhet me marrëveshje. Kujtojmë detyrën si i deleguar i qeverisë për Gostivarin, Fadil Xhelili e mori dje, sikurse Kadriun, edhe atë nuk e pritën të punësuarit dhe administratorët, për ndryshe vendimin e qeverisë për të deleguar kryetar në Gostivar e ka ankimuar në gjykatën kushtetuese ish kryetari i komunës Valbon Limani, njëherët kandidat për kryetar në këtë komunë nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim. Izet Mexhiti ka konfirmuar se ish-zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha do ta zëvendësojë atë në krye të Ministrisë së Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. Gjithashtu, Bekim Sali do të jetë zëvendës kryeministër i parë. Nuk do të ketë rikonstruim të qeverisë, por plotësim të vendeve të mbetura bosh, kështu ka deklaruar Izet Mexhiti, që la pozitën e zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit të ambientit jetësor për të marrë pozitën e të parit të Çairit. Duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarëve, Mexhiti ka konfirmuar atë që veçmë dihej në opinion se ish-zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha do të marrë detyrën e ministrit të ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor. Ajo që dihet është se Bekim Sali do jetë zëvendës kryeministër i parë. Duhet të ditë të definohet cilin resort tjetër dhe mbulon dhe ministri i ekologjisë do jetë Muhamet Hoxha. Për ndryshe, emrat tashmë të konfirmuar edhe nga Mexhiti pritet të dorëzohen në qeveri e më pastaj kryeministri të njëjtit pritet t'i dorëzojë për votim në kuvent. Veç tyre përflitet që ministri i shëndetësisë në vend të Azir Aliut do të vijë Bashkim Bakiu. Suedia mbështet fuqishëm Maqedoninë e Veriut në rrugën e integrimeve evropiane. Ministria suedeze për çështje evropiane deklaroi sot në Shkup që Suedia është ndër vendet me mbështetjen më të fortë për zgjerimin evropian midis të gjitha shteteve anëtare të BE-s. Ministri i çështjeve evropiane Orhan Murtezani thotë se pas zgjedhjeve lokale së bashku me partnerët evropian po punojnë për të kthyer dialogun dhe për të rikthyer besimin midis Shkupit dhe Sofjes. Inkurajimi im për ju është që do shfrytëzoni momentin e zgjerimit derisa është këtu, derisa ka energji të re midis shteteve anëtare për këtë proces. Kështu është shprehur ministrja suedeze për çështje europiane Jessica Rosenkrantz në konferencën e përbashkët për shtyp në Shkup me ministrin për çështjet europiane Orhan Murtezani. Ai gjithashtu theksoi se Suedia e mbështet fuqishëm Maqedoninë e Veriut si me vullnet politik ashtu edhe me hapa konkret. Jam krenare që përfaqësoj një qeveri që ka mbështetje të gjerë për zgjerimin e BE-s. Sipas sondazheve të fundit, Suedia është ndër vendet me mbështetje më të fortë midis të gjitha shteteve anëtare. 79% e opinionit suedes mbështet zgjerimin dhe kjo më bën krenare, por edhe të bindur se po ecim në drejtimin e duhur. Ministri i çështjeve europiane Orhan Murtezani thotë se pas zgjedhjeve lokale së bashku me partnerët europian po punojnë për të kthyer dialogun dhe për të rikthyer besimin midis Shkupit dhe Sofjes. Qëllimi, siç tha, është i kalimi mosmarrveshjes dhe zhbllokimi i procesit të integrimit europian të vendit. Ajo për të cilën po punohet vazhdimisht dhe më intensivisht pas zgjedhjeve lokale së bashku me partnerët tanë evropian është vendosja e dialogut dhe kthimi i besimit, sepse pa dialog dhe besim nuk mund të bëhet fjalë për tejkalimin e problemit. Aktualisht po bëhen përpjekje për të vendosur dialog dhe për të ndërtuar besim dhe sigurisht më vonë do të diskutojmë edhe mënyrat e mundshme për kapërcimin e problemit. Ministra suedeze u ndal edhe te ndryshimet kushtetuese të cilat duhet vendi të realizojë. Pasi të miratohen, shtoi ajo, të gjitha shtetet anëtare të BE-s duhet ta respektojnë atë marrëveshje dhe menjëherë të fillojnë negociatat sipas kapitujve dhe grupeve. Nga korriku deri në shtator të këtij viti janë lidhur 3514 martesa që paraqet ulje prej 2.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në këtë periudhë janë regjistruar edhe 470 divorce që paraqet rritje prej 27.7% në krahasim me periudhën e të njëjtit vit të kaluar. Enti shtetëror i statistikave regjistroi më pak martesa të lidhura dhe më shumë divorce në tremujorin e tretë të këtij viti, pra në periudhën korrik shtator. Në këtë periudhë, sipas të dhënave të ESHS-s, janë lidhur 3514 martesa, që është ulje prej 2.8% krahasuar me numrin e martesave në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Nga korriku deri në shtator të këtij viti janë regjistruar edhe 470 divorce, që është rritje prej 27.7% krahasuar
krahasuar me numrin e divorceve në këtë periudhë vitin e kaluar. Në korrik të këtij viti, kryeministri Hristian Mickoski deklaroi se qeveria po mendon seriozisht të fusë takse shtesë për qytetarët e pamartuar në vend. Ai këtë e tha në kontekst të sfidave demografike me të cilat përballet vendi dhe natalitetit të ulët që nga viti në vit po zvoglohet. Në këtë njoftim reagoi ashpër opozita LSDM, por edhe rjeti për mbrojtje nga diskriminimi. Prej nga u tha se martesa duhet të jetë zgjidhje dhe jo detyrim tatimor për qytetarët. Disa ditë më vonë, Mickoski deklaroi se nuk do të futet taksë shtesë për qytetarët e pamartuar. Ai sqaroi se deklarata e tij e mëparshme kishte për qëllim nxitjen e debatit publik për, siç tha, recesionin demografik të jetë shqetësues dhe për uljen e numrit të martesave në vend. Enti ka publikuar edhe statistikat e vdekjeve dhe lindjeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në tremujorin e tretë të vitit 2025, numri i lindjeve të gjalla është 4.431 fëmijë dhe në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka rritje për 3.7%. Në kohën kur në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 4.431 lindje, janë regjistruar edhe 4.849 vdekje. Shtimi natyror sërish është negativ dhe është minus 418, që do të thotë se për 418 persona është ulur numri i popullsisë. Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës Marko Bislimovski ka njoftuar se nga 1 dhjetori çmimi i ngrohjes në qytetin e Shkupit do të rritet 5.9%. Ai sqaroi se shkak i kësaj rritje është për shkak se periudha në vijim do të investohet në rrjetin e distribuimit, i cili është ndërtuar në mesin e viteve të 60-ta. Nga 1 dhjetori çmimi i ngrohjes në qytetin e Shkupit do të rritet 5.9%. Sipas kryetarit të Komisionit Rregullator të Energjetikës Marko Bislimovskit, shkaku i vetëm, siç e quan ai, i kësaj rritje është për shkak se periudha në vijim do të investohet në rrjetin e distribuimit, i cili, siç thotë, është ndërtuar në mesin e viteve të 60-ta të shekullit të kaluar. Gjithashtu shtoi se këtë sezon të ngrohjes kanë pasur shumë ankesa të qytetarëve. Dua të ju bëj thirrje qytetarëve që të kenë mirëkuptim sepse në këtë rrjet nuk është investuar shumë vite, përfundimisht atë e drejton një kompani shtetërore dhe jam i sigurt se situata me këtë rrjet në periudhën në vijim do të përmirësohet. Ndërsa për çmimin e ri të energjisë elektrike thotë se do të dihet javën e ardhshme. Gjatë javës së ardhshme, KRE do të sjellë vendime për transmetim të energjisë elektrike, për distribuim dhe çmimin për operatorin e tregut të energjisë elektrike. Pas sjelljes së këtyre vendimeve, të cilët potencoj në asnjë rast nuk do të rriten, EVN Home si furnizues universal do të bëj përllogaritje në pajtim me ligjin për energjetik dhe atë përllogaritje do të dorëzojë në KRE. Një ditë më parë EVN Home njoftoi se nga SHA-EMV kanë pranuar ofertë me çmim të shitblerjes së energjisë elektrike prej 65 euro për megawatt-orë dhe se ky çmim është 4.84% më i lartë se çmimi i kaluar. Kryeministri hungarez Viktor Orban ka mbërritur në Moskë, ku ka takuar presidentin rus Vladimir Putin. Presidenti rus i tha Orbanit se do të ishte i lumtur që të zgjidhte Budapestin si vendin e bisedimeve me Donald Trump për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Putin dhe Trump ranë dakord në tetor të takoheshin në kryeqytetin hungarez, por Trump më pas e anuloi takimin duke thënë se nuk donte që të ishte humbje kohe. Orban, i cili ka ruajtur marrëdhënie të ngushta me Moskën pavarësisht luftës në vendin fqin, tha në një video në Facebook se vizita ka një qëllim të thjeshtë, të sigurojë furnizimin e energjisë për dimrin dhe për vitin e ardhshëm. Hungaria mbetet një nga vendet më të varura nga energjia ruse në BE. Vetëm këtë vit vendi ka importuar 8.5 milion ton naftë bruto dhe më shumë se 7 miliard metra kub gaz natyror nga Rusia, sipas Ministrisë së Jashtme hungareze. Ministri i Jashtëm i Sirisë Asad al-Shaibani bëri thirrje që OKB-ja dhe vendet arabe dhe islame të ndërmarrin veprime kundër sulmeve të përsëritura të Izraelit në territorin e vendit të tij, duke dënuar sulmin e Izraelit në fshatin Beit Jin pranë Damaskut si një sulm të qëllimshëm ndaj civilëve. Sulmet e vazhdueshme kërkojnë përgjigje të fortë ndërkombëtare. Heshtja nga Bashkësia Ndërkombëtare vetëm sa e inkurajon agresionin të kryej krime të mëtejshme kundër civilëve, ka thënë al-Shaibani. Ai
u bën thirrje OKB-s, Këshillit të Sigurimit dhe të gjitha vendeve arabe dhe islame të marrin përgjegjësinë e tyre dhe të përballen me sulmet e përsëritura të Izraelit. Të paktën 13 persona u vranë, përfshirë gra dhe fëmijë, dhe 24 të tjerë u plagosën sot herët në sulmin e Izraelit ndaj vendit në Siri, ku rrugës çonte në të edhe zonat rurale përreth kryeqytetit Damask, njoftuan mediat zyrtare siriane. Ushtria izraelite në një deklaratë tha se gjithashtu ushtarët izraelit u plagosën, përfshirë 3 në gjendje kritike. Ushtria izraelite kreu 47 bastisje në Sirinë jugore gjatë nëntorit. Të dhënat qeveritare tregojnë se që nga dhjetori 2024 Izraeli ka kryer mbi 1.000 sulme ajrore në Siri dhe më shumë se 400 bastisje ndërkufitare në provincat jugore. Numri i viktimave nga zjarri i madh në Hong Kong në dekada është rritur në të paktën 128, ndërsa autoritetet thanë se kanë vënë nën kontroll flakët të cilët përfshin një kompleks banimi në qarkun Tai Po. Operacionet në shpëtimit janë duke vazhduar megjithëse zjarret në të gjitha bloqet e kompleksit të apartamenteve në Fuk Court janë vinë nën kontroll. Sekretari për siguri Chris Tang-Ping njoftoi se numri të vdekurve ka kaluar 100, duke arritur tani në 128 dhe paralajmëroi se ende nuk mund të zbulohen trupa të tjerë. Autoritetet kanë marrë 467 raportime për individ të zhdukur, përveç kësaj, tha Tang, rreth 200 persona janë në situatë të pasigurt, përfshirë 80 trupa që nuk mund të identifikohen. Më herët e përditshmja raportoi se 280 persona mbeten të zhdukur pas incidentit. Zjarri shpërtheu rreth mesditës të së mërkurës në kompleksin, i cili përbëhet nga më shumë se 1900 apartamente dhe u përhap me shpejtësi për shkak të skeleve prej bambuje të instaluara në pjesën e jashtme për punime rinovimi. Edicion informativ, faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.